Trego pak për veten, kush je, nga vjen? Unë jam Ester Alushi, jam tiranëse, jam 23 vjeç edhe... Sa kohë ke se merrin me muzikë? Sa kohë ke se merrin me vetë profesor. Me muzikë nuk jam marrë asnjëherë. Po? Nga ju ka ardhur, nga u ka lindur pasioni për të... Po, kështu kot, ja. Se keni një zë të veçantë, se shumica e pothuajse një pjesë e madhe e estradës nuk është se guxojnë të këndojnë si këndoni ju në kushte... Po, e kuptoj. Kështu, po. Atëherë, çfarë do këndoni sot? Sot do këndojmë Soni Malaj... Me Anduel Kovaci. Bravo, që është? Unë jam një muzikë kështu instrumentist. Nuk do të prezantoj pak... Po, Anduel eja, përshë... Anduelin e Presim, njofim me një duat trokitje spetatorje. Qo, Anduel. Alba Polodani! Qo. Hajde, Anduel. Qo. Anduel, qëfar do këndoni sot? Qëfar do na performoni sot? Atëherë, për gjithë ju 75 milion milingonët që përna ndishni dhe ju 25 milion shqiptarë që ndodheni të kanalin Tring News, Tring 2, bashkë me bravo! Do këndojmë këngën e Soni Malaj, do këndoj e Ester. Ester do jetë një ikonë e muzikës shqiptare, ja u garantoj, pra premton shumë për vendin tonë. Dhe kjo është një ndër Tring gjithmonë ka mbështetur dhe ka suportuar artistat e ri dhe i ka marrë në bashkëpunim me Vision Plus. Bashkë me Vision Plusit dhe i ka marrë afër vetes dhe i ka bërë super të suksesshëm. Bravo Tring dhe Vision Plus. Po ashtu dhe Ester Alushi do jetë super artiste. Bravo. Ester, skena për ju e dashur, në nderot. Ky është mikrofon. Ule ngrije sa e do bëjë si është bëjë qik skenike. Tani fillon koncertin. Fale? Bashkë? Ja. Për kjo është pak Më fal, pak ka ca probleme teknike, ju lutem. Një sekundë. Më fali, pak. Kërkojmë dje 75 milion milingonëve. Dërë. Okej, vazhdo. Vazhdoni, ju lutem. Tek ti jeton shpirt dashuria, tek kushtet tua gjeta jet. Ti më thep të dua, ja të mia pustet tua, mere zemrën ta kam falur, më ti e bota, ti e djeli, ti e deti, ti e qeli, ti e ai, të dua ty, je gjysma ime në këtë jetë, ti shkruaj bravo! e nëse një dit më nuk do jem, më shkruaj dhe në tokë, jo t'ja jam, Qo Zorin! e oqean në nëndan, e ku jeton, e nëse një dit më nuk do jem, më shkruaj dhe në tokë, jo t'ja jam. Okej, faleminderit. Po, do ta jap tani. Jo, mos më. Bol. E ka kap në vërtet, nuk po bëj shaka. Na lër ta prezantojmë çik se po këndojmë. Mirë. Okej. Security! Okej. Ester, juve kur hiç prezantoj që këndoni dy këngë, e cila ishte Soni Malaj dhe e dyta e të madhës Remzi Osmani Kryevepër. Skena për ju. Atëherë këtë e vetë tu ta fu me stila kupton. Ma thuj të fillon me këtë. Këndë e mban në kratë tua. Ta gjem. Vazhdajmë. 3, 2, 1, cak!
bë në kratë tua, kush ma mori fatin e ti, apo unë pas kam gabuar, në fatin e huj jam dashuru. Fale, ishte problem teknik kërë vjes. Jemi live. Në falni gitaristi joni dashur, kështu muzikanti joni dashur, Anduel Kovaçi, këngëtari joni famshëm, pati një problem teknik. Kush më mori fatin e ti. Ke poshtë. Edhe njerë, vazhdoni, kemi probleme teknike? Jo, është normale. Se bëtë më lartë, s'ka. Okej. Kënde ban Në kratë tua, kush ma mori fatin e ti, apo unë pas kam gabuar, në fatin e huj jam dashuru. Sa të dua të turej, kur s'më the se i martuar je, dua me t'harru pasha këtë jet, jo s'më bindet zemra shkret, e ti kur s'ka me dash tjetër, për mua ishe krye vepër, dua me t'harru, jo s'kudzoj, as ta mendoj, e ti kur s'ka me dash tjetër, për mua ishe krye vepër. Pa e pse bra kaq poshtë? Vë më lartë. E kam... Vazhdojmë pjesën e dytë. Ja për të oti më zamë. E kam ngrit. Po qa kam ngrit Andrea ka fillim? Unë e humbur t'i fitim ta. Në kratë tua, kush ma mori fatin e ti, apo unë pas kam gabuar, në fatin e huj jam dashuru. Sa të dua të turej, kur s'më the se i martuar je, dua me t'harru, jo s'kudzoj, për bindet. Vazhdo. E ti kur s'ka me dash tjetër, për mua ishe krye vepër, dua me t'harru, jo s'kudzoj, as ta mendoj, e ti kur s'ka me dash tjetër, për mua ishe krye vepër. E kam ngrit flamurin e bardh, unë e humbur t'i fitim ta, asgjë dhimbje nuk më largoj, me ty do t'jetoj. Sa të dua të turej, kur s'më the se i martuar je, dua me t'harru këtë jet, jo s'më bindet zemra shkret, e ti kur s'ka me dash tjetër, për mua ishe krye vepër, dua me t'harru, jo s'kudzoj, as ta mendoj, e ti kur s'ka me dash tjetër, për mua ishe krye Alba, ti madha. Po jo më shpirë se është duke kapur ajo. Ti madha Andrea. Bravo! Tjetër, sham. Bravo. Tjetër, sham. Andueli e di. Anduel e di. O sa e heshur. Tje, kthem, ke godit mas ultim mëll, jam e shishen e dashnis, tavolinën e mërzis, jam atje, ktheva keq, nga lista gjallëve, ku ti më ke heq, jam e troshën e dashnis, tavolinën e mërzis, sa shumë të pas na dar,
sa shumë pas ta përpi. S'kam dit me po ma mirë nuk pas ta dit, ma mirë nuk pas ta dit. Sa shumë të pas ta dar, pas ta përpi. S'kam dit me po ma mirë nuk pas ta dit, ma mirë nuk pas ta dit. Dashnin e du, unë frika prej dashnis, kjo jeta njerë. Njo se lirisht, jam aty prej ka jam nis, tavolinën e mërzis. O zemërja ku jam, Bravo. emri tuma, njo se lirisht, jam aty prej ka jam nis, tavolinën e mërzis. Sa shumë të pas ta dar, sa shumë pas ta përpi. S'kam dit me po ma mirë nuk pas ta dit, ma mirë nuk pas ta dit. Sa shumë të pas ta dar, sa shumë pas ta përpi. S'kam dit me po ma mirë nuk pas kam dit, ma mirë nuk pas kam dit. Bravo! Bravo Dueli! Bravo Ester! Bravo Ester! Bravo! Pra, zonja dhe zotrin që na ndiqni dhe ju që nuk na ndiqni dhe do shikoni videot, kjo pra do jetë një ndër ikonat e muzikës shqiptare. Shpresoj shumë që zëri saj të buqas jo vetëm brenda Shqipërisë, por dhe me gjërë, në kryezi, në puk, në fusharës dhe në gjërë. Pra do jetë ky zë në 16 gush i mahnitshëm që do përvajsoje Tiranën në Eurovision 2025 në 16 gush. Me 16 gush në kryezi. Ftojmë të gjithë në 16 gush në kryezi. Por përpara se shkojmë me 16 gush kryezi, kemi 10 gush në fusharës, okay? Pra, do jetë një fest e mahnitshme, ku do ketë të ftuar special dhe tjerë. E një ndër të ftuarit do jetë edhe Ester Alushi, dhe mirë se të vini dhe mirë se na urdhëroni. Por kemi edhe një këngëtare tjetër, po ashtu edhe kjo. Ester Alushi, diva e gjithë shqiptarisë. Po tani është your turn. Okej. Të nderuar spektator, do donim shumë që prezantonim një artiste e cila nuk është e re, e cila e ka pak eksperiencë në mediat shqiptare dhe ka bërë bujë në mediat shqiptare. Pra, ajo është Alba Pollozhan dhe mi prezentojmë ku sot ka zgjedhur të këndoj këngën Hajredin Pasha dhe këngën Rani Mirdi 3 kapedane. Kënga e tretë e kësaj është I dhe vallën Puka jonë. Pra, 3 këngët që Alba ka zgjedhur. Edhe këngë Dibrane. Dhe që po shkon që ta shohë dikush, po shkon sa më në cep, që ta shohë teksa këndon. Është mos ma në tabela para. Pra, do jetë një koncert I mahnitshëm. Fillojmë Alba? Ja nisim. Filloj ti këngë, unë shoqë. Ajde, Hajredin Pasha, Hajredin Pashës. Hajredin Pasha, o po I vjen Rakis. Jo Rakis më qyqja natës ti o zot. Hajredin Pasha, po vjen ora Rakis. Po ketu të përcjell ty që e ka thunë. Le, Anduel. Për tjetërën. Ju lutem seriozitet. Vallo, Val, o ku janë? Hajde tjetërën. Hajredin Pasha, o po I vjen Rakis. Radigës. Seriozitet në sken. Radigës, Hajde tjetërën. Ora e dikës. Hajredin Pasha, o po I vjen Radis. Radis, thot. Radis. Hajredin Pasha po I vjen Rakis. O, Radis. Hajde vazhdojmë. Sa pa që ta kapën. Ju lutem seriozitet në sken se po prit publiku me zi po prit ta dëgjoj këngën. Prap të Reamint 5, okej. Hajde, tutëm, hajde. Hajde tashi. 10? 25. 25. 25 cigare? Për 5 ditë. Të ngrov zorin. Për deri të prente. A, në 2.
Po s'kanë përgjitur, ylli ka? Jo, unë s'du. As Alba s'ka? As mos llogarisni. Fakta që... Hajde, pra, As mos llogarisni. Shumë keq. Se do të ke pak të në plevic. E hajde, ditë pasha, o, po I vjen ora. Pesa jo, a? 25. Po I vjen rakis, do të. Price erdha. Okej, prita Se po më shkon Qiqi kështu nga gjithë kjo e qeshur. Më thot Big Mama qa Çfarë puno, Qiqi? o Alba 2, më thot mua se I thash do marri vetëm një ajo. I thash është vendimi im e diun qa bën, mua s'mje do të njeri zara në tokë për bukën që do ha unë. Mos I them që s'jap fare, se s'm plas hiq. Çka është Qiqi, s'pëdi? Qiqi. Ajo do me marrë vëmendje tani, edhe Alba, me punën e çfarë Qiqi? sfidës, edhe me punën e kësaj. Alba, çka është Qiqi? Zero vëmendje. Qiqi, qa është? Na? Qiqi. Ja, një gjë kështu. Qa është të ndalë, për një me qa është? Se kena Google Translate-in tani shqip. Po qa është kështu, seriozisht? Nuk për di qa Një është? lloj lule me aromë shumë të mirë. E qëfar arume ka, I ke marrë herë? Ku I ku prezantuesi, që duhet të më prezantoj në mënyrë të mirë fillt. O, po I vjen ora disë. Alba, po nëse jo dhe dhe të në. Do malete di Bravo. Po e bën mirë, të lutem më ndiq mua, se unë jam talenti Jo, këtu. ti dush me një këta, jo Kish këtë. talentin tim. 3, 4, prova. Hajde, Dina Pasha. po I vjen ora. A do t'jekun ty ati mu tani? A unë ty ati mu? E, se po Alba, bëj bre. kështu, si njishën s'ken, mos ma prish tash, ha. Playback, të lutem. Se pa I playback unë s'funksionon. 3. Hajde, dinë basha, o, po I vjen ora dis. Valo ku jano, to malete di. I vrez valo ku jano, to malete di. Shqiptaris. E valo ku jano, to malete di. I vrez valo ku veno, o nat fush qori. Krujës, E valo ku veno, o nat fush qori. Fushars. Fusha gjari të zamar ke kala. Ajare Dina Pasha. E ka gjeto bela. Belaja, maj. Ajare Dina Pasha. E ka gjet bela. Ja, se bela ja pashen gjet ka gjet. Edhe malet e divres o mor ka lidhe bes. E se malet e divres o mor ka lidhe bese. Kano lidhe beso e ka lidho te ta. Ane turku dë dibres o mos e me jala. Ane turku dë dibren o mos me jalane. Ju faleminderit. Bravo, Alba. Bravo. Me këtë kam që ke këndu besoj ke shumë koncerte ke zonë. Po. Riku, do vish me na bo koncert? 20.000 euro minimumi koncerti. Ane dinë basha, o Apo na vjen? ora. Radikës. Radikës. Ky I bjen, këtu ti na I knën. Jo, si miranur. Okej. E di. Dhe me qëra fjalla nuk më prezentuan si duhet, unë thjesht jam një aktore komediane, edhe pse më prezentuan si këngëtare, po gjithsesi uroj që t'ju kem falur shumë buzëqeshje ju që po na ndiqni. Dhe palesa më keni sharë deri tani. Më falni shumë. Këtë e bëra thjesht kastile. Faleminderit më do të më thonë. Faleminderit shumë për vëmendjen dhe kërkoj ndjes në rastin të kam prishur Ajredin veshët. Pasha. E mirë tash hajde. E filloj. Ajredin Pasha. O po I bjeno rakise. Më iku prezantuesi, qartë bëj une, nuk po e di do të energjin. Çfarë doni Alba e dashur? A, çfarë dua unë. A, çfarë jetë? A, qa jetet, kisha një spa këtu tani. Një masazh të mirë, një jacuzzi. Jacuzzi në balkon me pamje nga deti në jug.
në ata vila që faqja e murit është komplet gjam për zgjati edhe vetëm deti është përpara ku qielli bashkohet me detin dhe nuk dallohet asnjë vit diferencë ndërmjet tyre. Ua, me kënd do isha aty Alba. A Alba? Me personin e ëndrave? Alba? Aty do ishe me personin e zemrave, apo? Zemrës? Po, Nga para më në që shë kam bo dhe këtu direkt, deri atje, Alba. Edhe e kam bo dhe në këtë pjesën kënena, edhe të një edhe aty e kanë ndonë në drejtimin në nej, për me kalu kamera. Po, për me kalu gjithandi kamera. Po, robot, do më thonë krejt. Më se këqër pra Alba, prej mirë. Këta janë këshyrmet e mija të fundit. E di. Do shkoj te Plevica.